sfidën, u futa në këtë sfidë. Domethënë mora guximin të isha pjesë e platformës deputetit që duam, edhe të them të drejtën, jam paragjykuar shumë sepse me që kam qenë në parti, kam punuar për shumë fushata, po aty ishte lirë për gjithë normalisht. Kështu që megjithëse ishin shumica të rinj, nuk e ndjeva këtë presion, po jam mësuar gjithmonë me këtë pjesën që kur më thonë jo, unë them gjithmonë pse jo. Edhe kjo është edhe motoja ime edhe në këtë fushat, kur thonë kjo s'bëhet, them pse jo. Është një problem, pse mos ta bëjmë, pse mos t'i japim zgjidhje. Edhe jam shumë e lumtur e nderuar që jam pjesë e kësaj gare, është hera parë që unë them votoj Olinda Dhamen, si gjithmonë kam bërë politik për të tjerët. Ato do thoja, si është të shkosh, sepse të kam parë në rrjetet sociale që ke njës fushatën, si është të shkosh të tjerëve dhe të kërkosh vot për veten tënde kur e ke bërë për të tjerët gjithë këto vite? Atëherë unë shkoj te njerëzit që njoh, që kam punuar, që kam pasur një eksperiencë puna apo tereni, dhe shkoj shumë lirshëm, po në fund fare kur them i bëj bisedat, i pyes për probleme, si mundet kemi një zgjidhje, si mund bëhet më mirë për një fushë të caktuar. Dhe në fund fare kam pak vështirë them votoni për mua, po tani e kam zgjedhur votoni Olinda Dhamen, votoni numrin 5. E numri 5 në listë. Mirgit. Jo, numri 5 e partisë, unë jam e 10-ta në rresht. E 10-ta në rresht atëherë.